A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe të dashur, dje folëm diçka për ndëgjimin e Kur'anit dhe çfarë vlera ka me ndëgju fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Sot desha me fol diçka për vlerën që ka leximi i Kur'anit. Jo me ndëgju Kur'anin, por vetëm me lexu Kur'anin. I ka disa vlera. Gjë më të madhe që e definon vlerën e leximit të Kur'anit është vetë fjala e Zotit. Allah thot në Kur'an: Innal ladhina yatluna kitab Allah, ata të cilët lexojnë librin e Allahut, wa aqamus salah, e falin namazin, wa anfaqu mimma razaqnahum, shpenzojnë nga pasuria që i kemi dhënë, sirran wa alaniyatan, haptazi dhe fshirazi, pra japin sadaka, yarjuna tijaratan lan tabur. Çta njerëz shpresojnë në një tregti që nuk ka humbje. E para të ishte për tyre kush e lexon Kur'anin. Pra, më dhënë leximi i Kur'anit është një tregti me Zotin që s'ka humbje. Sa herë që lexon Kur'an nuk i asnjëherë minus. Gjithmonë më thon bereqeti është me ti, gjithmonë është begatia e Allahut me ti, më thon. Kësh më thon një ndër ajetet surën Fatir, ajeti 29, Allah tregon për vlerën e leximit të Kur'anit. Kësh një ajet. Edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nëse mi shikue ta shohim që ka shumë hadithe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar neve dhe na ka nxit për vlerën e leximit të Kur'anit. Njëra prej haditheve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Men qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi ashri amthaliha." Kush e lexon një harf, një gern nga Kur'ani, e ka, më thon, 10 sevape. E më thot: La aqulu alif lam mim harf. Nuk tham që alif lam mimi është një harf. Po thot pejgamberi selam, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Më thon vesh alif lam mim i kemi 3 harfe, ka 10 sevape, 30 sevape. Para më don vesh më thon alif lam mim. Po një faqe sa shkronja e ka. Po çdo shkronjë më thon kemi ka 10 sevape. Kjo është një ndër vlerat që pejgamberi sa na ka treguar, për çdo harf kemi ka 10 sevape. Hadithi tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në hadith tjetër: "Iqra'u al-Qur'an", formën urdhërore. Lexoni Kur'an. Fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Se Kur'ani do të vjen ditën e Kiametit ka me të bosh shefat. Ka me thon Kur'ani: "O Zot, filoni më ka lexue. Merë nxjerr nga xhehenemi, shtinë në xhenet. Largoje prej sprovës masherit. Më shiroj o Zot. Unë kam pas nevojë dikush me fol për ti." E Kur'ani do të jetë ai person, nëse e ke lexuar në dunjë, do të vjen Kur'ani dhe do të bëjë shefat ditën e Kiametit. Gjithashtu për mësa thot në një hadith tjetër: "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah." Agjerimi dhe Kur'ani do të bëjnë shefat ditën e Kiametit. Për mësa me ka lidhën në këtë hadith agjerimin me Kur'anin. Pse agjerimi me Kur'an? Se mujnë e Kur'anit, mujnë e agjerimit ka zbrit Kur'ani. E këta dy gjëra, agjerimi dhe Kur'ani do të bëjnë shefat për neve ditën e Kiametit. Allah në mësoft, Kur'ani të vjen ditën e gjykimit shefat për neve. Me një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Majtama qaumun fi baytin min buyutillah." Nuk ndodh të mbledhen disa njerëz në një shtëpi për shtëpive të Allahut. Ne si mi mbledhen. Nuk ndodh kjo, thot pejgamberi selam, yatluna kitab Allah. Nëse këta që janë mbledh e lexojnë librin e Zotit, wa yatadarasuna bainahum, dhe studiojnë Kur'anin. Pra jo që e lexojnë, por edhe mundon ta kuptojnë. Illa nazalat alaihimus sakina. Mbi çta njerëz, thot pejgamberi selam, zbret qetësia. Es-sakina. Që shumë njerëz e lipin, e kërkojnë lumturinë. Më thonë, lumturia është në këta ndeja. Unë e keq mendoj që ekzistoj për neve, e shijon këtë qetësinë gjatë leximit të Kuranit. Kur krihet hatmja, por çdo ditë në evremi, kur krihet leximi i Kuranit, e shihni çfarë kënaqësie e ke shpirtërore. E kjo më vjen pi Kuranit. Se ka thonë sam illa nazat alehim sakina wa ghashiyatuhum rahma. Çka njerëz i ka planon rahmeti i Allahut. Pra shikoj zbret qetësia, i ka planon rahmeti i Allahut, wa khaffatuhumul malaika. Edhe i rrethekojnë melaqet. Pa mëne nuk i shohmi.
ama ato janë me neve. Momenti që ne ulmi dhe lexojmë Kur'an, më thonë neve na rrethojnë melaqet. Wa dhakarahumullahu fi man inda, dhe Allah çta njerëz i përmend të ato që i ka afër. Kanë ka afër Zoti, i ka melaqet. Thot filan mejlisi, filan xhamia, filan njerëzit, ata janë të lexuar librin tim. E kështu me radhë. Pra më thonë është një vlerë e veçantë, më thonë me e lexu Kur'anin. Më në fund desha me përmend një fjalë të Abu Hurajrës. Abu Hurajra ka qenë njëri prej sahabëve që më shumë ka transmetuar hadithe pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Abu Hurajra thot: "Al-baytu alladhi yutla fihi kitabullah." Thonë në një shtëpi që lexohet libri i Allahut. Në një shtëpi që lexohet libri i Allahut, kathura khairuhu. Në shtëpi më thonë Allah e shton hajrin, i shton begatit. Çka tjetër? Wa hadarathu al-malaika. Në shtëpi të zbresin melaqet. Para me dënë, ti lexon Kur'an në shtëpinë tënde, Allah më thonë i zbret mirësit, zbresin melaqet, wa kharajat minhu ash-shayatin. Edhe dalin shejtan në një pjesë shtëpie që lexon Kur'anin. Para me çfarë vlerë madhe në shtëpi që lexon Kur'anin. Vazhdon thotë Abu Hurajra, wal baytu alladhi la yutla fihi kitabullah. Në një shtëpi që nuk lexohet libri i Allahut. Çka ndodh? Daqa bi ahlihi. Ajo shtëpi thot ngushtohet. A keni vërejt sot njerëzit kanë shtëpi të mëdha, po s'ka bereqet. S'ka lumturi. Se në shtëpi nuk lexohet Kur'an. Se thot më Abu Hurajra, në atë shtëpi që nuk lexohet Kur'ani ngushtohet ajo shtëpi botë e vogël. Edhe pse fatatura është e madhe, por nuk ka rahati, nuk ka lumturi. Wa daqa bi ahlihi wa qalla khayruhu, në atë shtëpi thot hajri është shumë pak. Nuk prezanton hajrin ato shtëpia që nuk lexohet Kur'an. Wa hadarathu ash-shayatin, edhe vin me ata shejtant. O për më herët, kur lexon Kur'an vin me laçet. E kur nuk lexon Kur'an, atër vin shejtant, thot Abu Hurajra, wa kharajat minhu al-malaika. Edhe pjesa e shtëpisë dalin me laçet. Se s'mund merret me një shtëpi ku ka me laçe edhe shejtant. Ata nuk bëhen bashk. Ose janë me laçet, dhe është hajri i Allahut, është libri i Zotit, ose nëse nuk është libri i Allahut, ati me laçet largohen dhe zbresin shejtant. Elusim Allah subhanahu wa taala Zot na mëson sa më shumë ta lexojmë librin e Zotit, me qëllim mi arrit këta bereqete dhe begatit Allah subhanahu wa taala. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.